Shqipëria një eksperiencë autentike në 365 ditë. Ky është slogani me të cilin vendi ynë prezantohet në panairin ndërkombëtar të turizmit në Berlin. Përmes stendave aty prezantohen zonat turistike të vendit tonë, trashëgimia kulturore, inovacioni dhe zhvillimi qëndrueshëm, përmes të cilave ftohen operatorët dhe turistët e huaj ta vizitojnë dhe përjetojnë Shqipërinë. Sipas Zana Çelës, interesi për stendën e Shqipërisë ka qenë i lartë që në ditën e parë, ndërsa pjesëpërbërëse e prezantimit janë edhe 30 kompani turistike. Oferta jonë turistike ka në qendër të saj, në zemër të saj, ofertën e trashëgimisë kulturore. Jemi këtu në stend së bashku me artistët e ansamblit të këngëve dhe valleve, jemi këtu në stend së bashku me ata që dinë të bëjnë, janë diebërës të eksperiencave të ndryshme, bërjen e xhubletës, filigramit apo edhe bërjen e lahutës. Jemi këtu në stend, prezantojmë edhe kulinarinë shqiptare si pjesë e, të themi, një historie dhe tradite që vërtet na identifikon. Dhe theksi sigurisht do vihet në zgjerimin e sezonit turistik. Një hapësirë të veçantë kanë marrë edhe bashkitë turistike si Vlora, Tirana, Durrësi, Pogradeci, Korça dhe Saranda, të cilat kanë mundësinë që të tregojnë potencialin e tyre turistiko-kulturor.